Një koalicion i gjerë ndërkombëtar i cili përfshin më shumë se 40 shtete, po e afrohet fazës përfundimtare të hartimit të një plani për japjen e ngushticës së Hormuzit. Nisma udhëhiqet nga Franca dhe Mbretëria e Bashkuar, të cilat kanë deklaruar se çdo ndërhyrje do të nisë vetëm pasi të ketë përfunduar konflikti aktual në rajon. Burime diplomatike dhe ushtarake bëjnë të ditur se koalicioni i përbërë kryesisht nga vende anëtare të NATO-s, por edhe partnerë si Korea e Jugut dhe Australia po projekton një mision të gjerë me karakter të rësisht mbrojtës. Operacioni pritet të përfshijë një gamë të gjerë kapacitetesh, nga anije luftarake dhe eskorta detare te operacionet të specializuara për pastrimin e minave, mbështetje inteligjence dhe sistemet të avancuara radari. Planifikimi ka hyrë në një fazë intensive gjatë javëve të fundit, me strateg ushtarak nga vende të ndryshme që po koordinojnë detaje operacionale. Megjithatë, zyrtarët insistojnë se misioni nuk ka qëllim përfshirjen në luftime apo përshkallëzim të situatës, por garantimin e sigurisë së lundrimit dhe stabilitet në një nga pikat më të ndjeshme të globit. Në terren, përgatitjet kanë nisur gradualisht. Holanda ka ndërmarrë hapa konkret për të dërguar fregata dhe personel ushtarak në rajon, si pasojë e përpjekjeve për para pozicionim. Synimi është që forcat jenë të gatshme për veprim sapo tensionet të ulen dhe kushtet të lejojnë një ndërhyrje të koordinuar. Megjithatë, mbeten ende paqartësi të rëndësishme mbi bazën ligjore dhe strukturën komanduese të misionit. Një mandat formal nga NATO duket i pamundur, pasi vetë koalicioni ka zgjedhur të operojë jashtë kornizës së aleancës dhe pa përfshirjen e Shteteve të Bashkuara. Kjo e bën iniciativën më fleksibël, politikisht por edhe më të ndërlikuar në aspektin e legjimitetit ndërkombëtar. Presidenti francez Emmanuel Macron ka nënvizuar se misioni do të jetë strikt mbrojtës dhe i distancuar nga palët ndërluftuese, duke synuar të shmangë çdo perceptim të një ndërhyrje të njëanshme. Në këtë kontekst janë shqyrtuar edhe alternativa si një mandat nga OKB-ja ose zgjerimi i misionit detar të Bashkimit Evropian. Megjithatë, diplomatët pranojnë se sigurimi i një rezolute nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s do të ishte një proces i vështirë dhe i pasigurt, për shkak të ndasive gjeopolitike. Në një klim të tensionuar ndërkombëtare, kjo nismë reflekton përpjekjet e vendeve perëndimore dhe partnerëve të tyre për të ruajtur qarkullimin e lirë detar, pa u përfshirë drejt për drejt në konflikt një balancë delikate e cila pritet të vihet në provë në javët dhe muajt në vijim.